Kura natyrale me hithra që po habit edhe mjekët me efektin që sjell. Nëse vendosni hithrën në gishta ose edhe në zona të prekura nga artriti, ajo mund të qetësojë deri në 85% problematikën tuaj. Ajo të përvelon në prekjen e parë, por më pas përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet mbreslënse dhe gjithashtu edhe lehtësuese kundër një sër problemesh që mund të hasni në jetën tuaj të përditshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Hithrat janë përdorur ndër shekuj për të lehtësuar problematika, veçanërisht ato të alergjive që shkaktohen nga poleni dhe pluhuri, dhe kështu do të nxisin edhe një organizëm më të mirë, më të shëndetshëm dhe më pak probleme të tij. Hithra është kaq e mirë sa që praktikisht mund të çojë edhe në falimentimin e farmacive, citon WebMed. Ajo që duhet të dini është se në luftën kundër alergjive, të gjitha problemet shoqërohen gjithashtu me efekte të ndryshme anësore, ndërsa hithra jo vetëm që nuk ka efekte anësore, por mund të ndikojë pozitivisht në shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Kështu, rezultatet që do të merrni nga kjo bimë do të luajë një rol vendimtar për shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ajo që duhet të dini është se hithra mund të sjellë përfitimet e duhura për shëndetin tuaj, ndaj përdoreni atë kundër një sër komplikacionesh. Hithra është një bimë praktike dhe gjithashtu ajo mund të përfitojë për shëndetin tuaj në luftën kundër Alzheimerit, artritit, astmës, bronkitit, gurëve në veshka, gjithashtu edhe problemeve të sklerozës. Për më tepër, hithra mund të përdoret edhe për të përmirësuar problemet e prostatës. Ajo përdoret gjërësisht në përgatitjen e shumë recetave kundër inflamacioneve të ndryshme, dhe rezultatet që do të merrni në këto raste do të jenë vërtet fantastike. Sot në Gjermani, hithra shitet si një bimë medicinale për sëmundjet e prostatës dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Ajo gjërësisht shihet gjithashtu edhe si një produkt anti-inflamator, me ndikime të mira për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e cilësojnë hithrën si një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese. Rrënjët e hithrave përdoren si receta natyrale kundër rrënies së flokut, cikleve femërore, hemoroideve dhe problemeve të ndryshme që shkaktojnë ekzemat. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjethet e hithrës njihen si një lehtësuese shumë e mirë kundër problemeve të reumatizmës, artritit dhe tensionit të lartë të gjakut. Gjithashtu hithra, nëse vendoset në gishta dhe në zonën ku keni problematika, mund t'japë rezultatet e duhura në shëndetin tuaj dhe të mbajë gjithashtu edhe larg problemet që shkakton artriti, duke e qetësuar atë deri në masën 85%. Siç mund ta keni kuptuar, hithra është një bimë praktike me ndikime pozitive për shëndetin. Sipas WebMed, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore të hithrës në përditshmërinë e dietave tuaja. Hithra stimulon sistemin tuaj limfatik. Ajo fuqizon kështu sistemin tuaj imunitar, çliron nga simptomat e artritit, lufton problemet e alergjive. Është e mirë në luftën kundër luhatjeve të sheqerit pas ushqimit. I jep forcë fetusit e nëna shtatzana. Mirëpo, nëse jeni shtatzan ose leon, hithrën, nëse doni ta përdorni si bimë medicinale, duhet ta përdorni vetëm në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar gabimet. Ajo është e mirë në lehtësimin e problemeve tuaja respiratore. Ndihmon gjithashtu edhe në zhvillimin më të mirë të mbrojtjes së organizmit, minimizon edhe të vjedhat. Lehtëson nga diarrea, lehtëson ftohjen dhe ndihmon kundër problemeve të konstipacionit. Duke e cilësuar atë si një nga bimët më premtuese për shëndetin, hithra mund të mburet për efektet e saj shëruese për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Hithra është një bimë mjaft premtuese që në luftën kundër alergjive mund të shoqërohet me një mbrojtje të vërtetë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve.
ndonse shumë mund ta konsiderojnë atë si një bar të keq që rritet vende pa vend, gjyshet tona gjithmonë kanë gatuar byrek të shijshëm me hithra ose lakra të egra dhe kanë krijuar gjithashtu edhe receta të ndryshme popullore me këtë bimë të veçantë, e cila mund të japë rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ajo cilësohet gjithashtu si bimë mjaft premtuese dhe kuruese edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Efektet stimuluese të hithrës këshillohet të përdoren edhe për ata të cilët duan të kenë edhe një shëndet më të mirë. Larja e kokës me ujin e hithrave mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese për shëndetin tuaj të flokut në betejën kundër rënies së tij. Kështu hithra mund të jetë një produkt fantastik në përditshmërinë tuaj që mund të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e saj dhe të evitojë gjithashtu edhe komplikacionet. Hithra rekomandohet edhe për ata persona të cilët kanë flok të yndyrshëm, duke i rikthyer kështu në shkëlqimin e munguar dhe duke siguruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe më pak komplikacione të tij. Hithra është një forcuese natyrore e testosteronit, çka do të nxjisë një organizëm më të shëndetshëm, më të fortë dhe më pak komplikacione të tij. Larja e kokës me ujin e hithrave këshillohet edhe për ata që kanë rënje të flokut. Një efekt të menjëhershëm kjo bimë jep në rastin e diarres. Përdorimi i çajit të hithrës bën që diarrea të kalojë më shpejt dhe më lehtë. Hithra hidraton lëkurën e thatë. Zjeni disa gjethe të hithrës dhe bëni kompres me përmbajtjen e saj. Kështu rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike ushqyese dhe rigjeneruese për shëndetin tuaj. Hithra është një bimë që praktikisht mund të ndihmojë në rikuperimin e shëndetit tuaj pas një ftohje të caktuar ose probleme të rënies së imunitetit. Por cilat janë substancat terapeutike që gjenden te hithrat, të cilat luajnë një rol pozitiv për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Hithra është e pasur me nivele të mira të vitaminës A, të vitaminës C, të tanineve dhe element të mirë ushqyes që mund të mbajnë larg gjithashtu komplikacionet dhe të sjellin një organizëm tuaj më të mbrojtur, më të shëndetshëm dhe të evitojnë shqetësimet e tij. Hithra është e pasur me vitaminën A, C, E, gjithashtu riboflavin, acid folik dhe është e pasur me yndyrna të mira, të cilat të zhvillojnë edhe një mbrojtje më të mirë të organizmit në betejën kundër komplikacioneve të tij. Ajo përmban substanca të quajtura flavonoide, përmban gjithashtu nivele shumë të mira të hekurit, element bimor dhe gjithashtu përmban gjurmë të kaliumit, magnezit, të kalciumit, manganit, fosforit dhe zinkut, selenit, të cilët mund të luajnë një rol të mirë për shëndetin tuaj dhe të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij, duke renditur bimën e hithrës në një bimë mjaft premtuese. Mungesa e acidit oksalik ose oksalateve në këtë bimë ndihmon trupin të përthithë edhe më shumë nivelet të hekurit, gjë që ndihmon edhe në përmirësimin e rezultateve tuaja kundër mungesës së tij. Përveç kësaj, kjo bimë ka përmbajtje të lartë të vitaminave C, e cila ndihmon më tej në përthithjen e përgjithshme të hekurit nga trupi. Përmbajtja e vitaminave C stimulon pankreasin të prodhojë edhe insulinën, duke ndihmuar kështu në ruajtjen e niveleve të glicemisë të diabetikët. Hithra do të ofrojë një mbrojtje efektive antiinflamatore edhe në lehtësimin e simptomave të inflamacioneve të ndryshme. Çaji i hithrës është një alternativë që mund të përfitoni shumë prej saj, dhe si rezultat do të jetë një mbrojtje më e mirë e shëndetit dhe më pak komplikacione të tij. Nëse doni të merrni përfitimet kryesore nga kjo bimë, sigurohuni ta keni pjesë të ritualeve tuaja ditore dhe rezultatet që do të ofrojë do të jenë vërtet fantastike në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Hithra është një barishte e cila mund të ketë shumë përfitime, për sa kohë ajo përdoret me kujdes dhe në formën e saj natyrale, vlerat që do të marrë shëndeti do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të mira ushqyese në përditshmërinë e dietave tuaja. Ndaj përdoreni ato si duhet dhe do të keni benefitet e duhura për trupin dhe për shëndetin tuaj. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.